Komisionarja për zgjerim e Bashkimit Evropian, Marta Costa, sot në Shkup se vendet anëtare të BE-s shohin një angazhim të vërtet për zgjerim, duke u bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që të shfrytëzojnë këtë dritare mundësie. Kërkoj për jush, lider të nderuar, ne kemi ardhur këtu për t'ju ndihmuar, siç mundemi dhe duam t'ju shpërblejmë për punën që deri më tani e keni bërë, por mund t'ju jap mjete kur do të bëni apo zbatoni reformën. Andaj, përres zhvillim të prekshëm para takimit tonë të radhës të liderëve. Komisionarja Evropiane gjatë samitit me liderët e Ballkanit Perëndimor paralajmëroi heqjen e plotë të roamingut për vendet e rajonit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se është kënaqësi ta vizitojë Shkupin, vend që bashkë me shtete tjera synon anëtarësimin në BE. Për mua është çdo herë kënaqësi që të vi në Shkup, sidomos tash që kemi pikat e përbashkëta të kontrollit, është gjithmonë kënaqësi të vi në Shkup, në këtë vend i cili është kryeqytet i një vendi antar i NATO-s, por gjithashtu edhe i një vendi që bashkërisht me të gjithë shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor aspiron të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Në këtë samit për planet e vendeve të tyre për anëtarësim folën edhe kryeministrat Edi Rama dhe Hristijan Mickovski. Jemi shumë afër, nuk kemi qenë asnjëherë më afër, jemi shumë afër dhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim të gjitha detyrimet tona, siç kemi parapare dhe afafet me Komisionin Evropian dhe plani i përbashkët do të realizohet plotësisht. Kjo rrugë europiane i takon çdo qytetari, çdo biznesi dhe çdo komuniteti. Në lejoni që të jemi pjesë e këtij transformimi. Në samitin e Shkupit mungoi presidenti serb Aleksandar Vučić.